qytetare sot banore e Korçës, por që ushtroj profesionin tim, do më thënë në Bashkia Malish, në njësia Libonisti, specialist inspektor tatimor. Kam ardhur sot këtu për të thënë që Bashkia Malish nuk duhet të shkrihet, sepse vetëm njësia ku jam unë në Liboni ka 15.000 banor. Si një agent tatimor në teren, e kam identifikuar çdo derë, do të thënë si taksa, duke vendon taksa, Bashkia Malish duhet të qëndrojë bashki dhe jo vetëm si bashki, por Korça të shkrihet dhe të jetë Bashkia Malish. Do thoni ju pse, kam adoptime, pastaj qeshni dhe zbërdiuni ju të tjerë të qeni këtu, më prisni të mbaroj fjalimin, pastaj mund të qeshni dhe të bëjmë dhe anë të replik. Me këtë do një juaj, kupton? Kur unë si punojse administrate vi në posta këtu në Korçë dhe nuk e di pse nuk mund të sillen nga disa militante e partia aty, nuk na shërbejt fare në posta në Korçë, kupton? Sepse vim nga zona e Malishit, unë jam banore e Korçës, por vetëm punën e kam në Bashkia dhe njësia Liboni.